Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër, ja kush nuk duhet të pi kafe dhe sa duhet të pini sipas moshës. Kafja mund të përkufizohet si një e mirë shëndetësore. Është zbuluar se zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të prostatës, zvogëlon rrezikun e dështimit të zemrës dhe madje ul rrezikun e humbjes së dëgjimit. Por për disa njerëz kafja mundet që të ketë shumë efekte anësore negative sesa pozitive. Ja kush duhet t'i kushtoj vëmendje pirjes së kafes. Njerëzit që vuajnë nga sëmundjet inflamatore të zorrëve. Kafeina mund të përshpejtojë tretjen dhe gjithashtu të rrisë shanset për diare, e cila është një nga simptomat kryesore të sëmundjes inflamatore të zorrëve. Nëse keni glaukoma, presioni intraokular mund të rritet tek persona që kanë glaukoma dhe kur konsumojnë kafe. Prandaj, ekspertët këshillojnë që të reduktohet marrja e kafeinës apo dhe të shmanget, por mendojnë edhe se nevojiten disa kërkime shtesë më tej për këtë pjesë. Nëse keni një fshikës tepër aktive, të gjithë e dim se është mirë të mos pini një filxhan të madh kafe përpara një udhëtimi të gjatë, veçanërisht nëse nuk mund të shkoni lehtësisht në tualet. Marrja e kafeinës vetëm mundet të përshpejtojë punën e fshikësës, prandaj do t'ju duhet që të urinoni më shpesh. Persona të cilët vuajnë nga sëmundjet e zemrës, duke qenë se kafeina mundet të shkaktojë një rritje të menjëhershme të presionit të gjakut dhe të përshpejtojë punën e zemrës, është e rëndësishme që çdo person i cili ka probleme me zemrën të jetë i kujdesshëm dhe të flasë me një mjek se sa kafe mundet të pi. Gratë shtatzëna, Shoqata Amerikane e Ginekologjisë këshillon që gratë shtatzëna të mos pinë më shumë se 2 kafe filxhan në ditë për të reduktuar rrezikun e abortit dhe lindjes së parakohshme. Megjithatë, një studim i publikuar vitin e kaluar thotë se nuk ka sasi të sigurt kafeje për gratë shtatzëna dhe se çdo grua shtatzën duhet të flasë me ginekologen e saj se sa kafe duhet të pi. Nënat në gjithëdhënie, duke qenë se kafeina është një stimulues dhe diuretik, është e mundur që një nënë e cila ushqen me gjith të vuajë nga dehidratimi. Prandaj ekspertët këshillojnë që kafeina të shmanget në këtë fazë, ashtu si në shtatzani. Të zgjoheni në mëngjes dhe të rrëmbeni me shpejtësi kafen tuaj të preferuar nuk është as pak zgjidhja më e mirë. Një grup studiuesish nga Universiteti Nevada Reno zbuluan se llumi i kafes në të ardhmen mund të përdoret edhe si bionaftë. Por kafja me të cilën nis ditën një pjesë e mirë e njerëzve mund të mos jetë mënyra më e mirë për të filluar ditën tuaj. Në fakt, mjekët besojnë se koha më e mirë për të shijuar kafen është pikërisht mëngjesi i vonë, midis orës 9:30 dhe 11:30 paradite. Brightside tregon për ju efektet që mund të ketë kafeina në trupin ton kur e pim me stomakun bosh. Ju mund të ndiheni më të fjetur. Kafeina është një pije zgjimi për shumë prej nesh, por pirja e saj sapo të dilë nga shtrati mundet që të ketë efektin e kundërt. Kafeina dyfishon nivelet e hormoneve të stresit dhe mundet të çojë në probleme me gjumin, gjë që rezulton në lodhje. Nëse ju e filloni ditën tuaj me një filxhan cappuccino me sheqer, mundet që të ndiheni përsëri të përgjumur pas një periudhe shumë të shkurtër kohore. Kjo ndodh sepse trupi ynë prodhon insulin për të kompensuar sheqerin, duke bërë që nivelet e glukozës në gjak të bien, gjë e cila rezulton edhe në mungesë energjie dhe ankthi. Trupi juaj mundet të humbas mineralet më shpejt. Pirja e dozës tuaj të rregullt të kafes herët në mëngjes mund të bëjë që të humbisni shumë vitamina dhe minerale thelbësore. Mundet që të sabotoj thithjen e hekurit, magnezit dhe vitaminave B, të cilat janë jetike për sistemin ton nervor. Shumë kafeinë gjithashtu mund të nxjerrë kalcium nga kockat tuaja, duke i bërë ato më të dobta. Mundet të krijojë probleme me stomakun.
Kafeja aktivizon sistemin tonë nervor i cili nga ana tjetër ndikon në zorrën e trashë dhe mundet që të shkaktojë diare. Shumë njerëz gjithashtu pëlqejnë të shtojnë qumësht ose krem në filxhanin e tyre të mëngjesit dhe përjedhoj. Shumica prej nesh kanë vështirësi në tretjen e laktozës dhe kjo mundet të shkaktojë shqetësime në stomak. Mundet të çojë në shtim në peshë. Edhe pse kafja e zezë mundet që t'ju ndihmojë të ndiqni dhjamin, ajo gjithashtu mundet të prish modelet tuaja të shëndetshme të gjumit. Kur ju nuk flini mjaftueshëm, keni tendencën të ndjeni më të uritur dhe të keni më shumë dëshira për ushqime të ëmbla. Shumë lloje kafesh, si për shembull pijet me kafe të përzira më ëmbëlsues, janë të mbushura me sheqer dhe kalori, duke u bërë shkak për shtim në peshë. Mundet që të përkeqësoj ankthin. Kur zgjoni në mëngjes, nivelet tuaja të hormoneve të stresit janë zakonisht të larta. Për shkak se kafeina është një stimulues, ajo i jep trupit tuaj një efekt nervoz dhe madje mundet që të shtojë ankthin për disa njerëz. Mundet që të thajë lëkurën tuaj. Për shkak se kafja ju bën ju që të përdorni tualetin më shpesh, ajo dehidraton trupin tuaj. Kur dehidroheni, është më e vështirë që toksinat të dalin nga trupi përmes lëkurës tuaj. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën tuaj dhe e bën më të prekshme ndaj problemeve të ndryshme, si për shembull rrudhat e parakoshme. Mundet që të rrisë nivelin e sheqerit në gjak. Filxhani juaj i kafes në mëngjes e bën më të vështirë për qelizat tuaja për të rregulluar sheqerin në gjak, i cili mundet të çojë në sëmundje të ndryshme. Sheqeri i lartë në gjak nga ana tjetër mund të çojë në shtim në peshë dhe madje të rrisë rrezikun e infeksioneve të lëkurës. Kafja është padyshim një nga pijet më popullore të kohërave moderne. Të kthesh filxhanin e kafes në mëngjes tani është një traditë universale në të gjithë botën, por ka disa raste kur ju nuk duhet të konsumoni kafe. Kafja pasdite. Në çdo moment pas orës 12 të drekës mund të themi se kemi hyrë në mesditë pasdite. Konsumimi i kafes pas kësaj ore mundet të ndikojë në mënyrën se si ju do të flini gjatë mbrëmjes. Mundohuni që të kufizoni kafet tuaja në periudhën e mëngjesit, në mënyrë që të ruani një regjim të shëndetshëm të fjeturit. Më shumë se 2 kafe. Me siguri të gjithë ju që e dashuroni këtë pije ju ka ndodhur të konsumoni më shumë se 2 filxhan në ditë. Kjo madje ndodh shpesh, por nuk është as pak e shëndetshme, pasi si me çdo produkt tjetër, nëse e teproni organizmi, mundet të dëmtohet. Nëse kaloni 3 kafe në ditë, kjo mund të sjellë pasoja për trupin tuaj, ku i pari do të jetë dehidratimi. Kafe pa ngrënë. Zgjoheni në mëngjes dhe gjithçka që doni është një kafe aromatike dhe e fortë, por ekspertët i thonë jo kafes pa ngrënë pasi mundet që të rrisë nivelet e aciditetit në stomak dhe të shkaktojë probleme me tretjen. Një ndihmë për stomakun do të ishte që të pini kafe me qumësht pasi ul nivelet e aciditetit të pijes. Kafja dhe kolesteroli i lartë. Nëse ju vuani nga kolesteroli i lartë, është mirë ta evitoni kafen. Gjithsesi, për të mos e hequr tërësisht nga lista juaj e preferuar, konsumoni të filtruar kafe çdo ditë. Siç e përmendëm, kafja është zakoni i përditshëm i shumë njerëzve. Gjithashtu, ekspertët rekomandojnë që të jeni të moderuar me konsumin e kafes, pasi nivelet e stimulimit në këtë pije mundet të prishin balancën natyrale të energjisë, duke ndikuar kështu në sistemin nervor dhe në rritjen e hormoneve si adrenalina apo neurotransmetuesi që nxisin energjinë e trupit. Problemi sipas tyre qëndron se trupi mësohet me dozat e kafes dhe kërkon gjithnjë më shumë doza të mëdha. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!